Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. E falenderojmë Allahun dhul Gjelal për çdo mirësi që na e ka dhënë. Dhe mirësia më e madhe është që na ka udhëzuar këtë fe madhështore. Çojmë salavatet më të përzemërta për më të dashurin e të madhit Zot, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pas falënderimit Allahut, i falenderojmë dhe vëllezërit e iniciativa Vepro, të cilët na e bën të mundur që të jemi prezent, që të marrim pjesë në këtë tubim begat. I falenderojmë hoxhallarët e nderuar si Hoxh Bekirin, Hoxh Remziu, e hoxhallar të tjerë që na e dhanë këtë mundësi. Jo se jemi ne apo do t'javim diçka ndryshe, sepse ata janë hoxhallarët tonë që kemi mësuar prej tyre, po na ka rënë na ra kjo përgjegjësi, e lut Allahun që të na bëjë dobi fjalët që do të flasim. E lut Allahun dhul Gjelal që të fitojmë kënaqësinë e të madhit Zot. Të nderuar vëllezër, jetojmë në një kohë ku sprovat janë të shumta, sidomos për brezin e të rive, që sapo u përmend, cilët më shumti kanë nevojë për me i përkrah dhe me ju nejt pranë, edhe jo me i brektis e me i lanë pas dore, derisa të bien në kthetrat e shturjeve, të cilat shumë janë shtuar. Muslimani sot më shumë se çdo herë ka nevojë për model që ta pasojë, dhe modeli më i mirë për gjithë njerëzimin, jo vetëm për muslimanët, është modeli Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, për cilin Allahu dhul Gjelal thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Modeli më i mirë për ju është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Model janë këshillat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që duhen ndjekur me përpikmëri në mënyrë që të fitojmë kënaqësinë e të madhit Zot në këtë botë dhe në botën tjetër. Imam Abu Daudi në Sunen e shënon një hadith nga Irbad ibn Sariya, i cili thot: "Salla bina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin, thumma aqbala ilayna fawa'adhana maw'izatan dharafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub." Një ditë kur u fal pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam, thot, u kthy nga ne dhe na ka këshilluar një këshill ku na u rinqethen zemrat dhe na rodhen sy lot, derisa dikush i tha: "O pejgamberi Zotit, sikur kjo këshill të jetë këshilla e lamtumirës, na porosit me diçka që të na bëj dobi." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha: "Taraktukum ala al-mahajjati al-bayda, lejluha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Ju kam lënë në një rrugë të pastër të qartë, në një faqe të bardhë ku nata e saj është si dita. Nuk devion kush prej saj vetëm pse humb veten e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Pastaj thot: "Do të vjen një kohë që do të vinë sprova të shumta. Prandaj thot ju porosis që të kapeni pas sunnetit tim dhe sunnetit të pasardhëve të shokëve të mi të drejtë." Të nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili fjalët i kishte pak të numërueshme madje, por me bot kuptime universale dhe hyjnore, sepse nga Allahu zbritshin, na mëson se muslimani duhet ta ndërtojë personalitetin e tij mbi baza dhe parimet pa lëkundshme. Të pajiset me disa cilësi të cilat janë bazë për besimin e muslimanit.
Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e shënon Imam Bejhaqiu thot: "Yutba'u al-mu'minu 'ala al-khilal kulliha illa al-khiyanata wal-kadhib." Thot, ndodh që besimtari të ketë cilësi të shumta. Madje nga njëherë disa prej besimtarëve bien edhe në cilësi jo të pëlqyeshme, përveç gënjeshtrës dhe tradhtisë. Përveç tradhtisë dhe gënjeshtrës, që nuk përtypet dhe nuk pranohet tek besimtari. Thot Ibnul Qayyim, Allahu më shërof, thot: "Fala yajtami'u al-kadhibu wal-imanu illa wa yatrudu ahaduhuma sahiba." Nuk ndodh, thot, që gënjeshtra dhe besimi të bashkohen vetëm se njëra do ta luftojë tjetrën derisa të stabilizohet e vetme tek zemra e njeriut. Njeriu, nëse është besimtar, nuk ka se si të jetë gënjeshtar. E nëse është gënjeshtar, ai nuk është i denjë si besimtar tek Allahu Dhul Xhelal. Vërtetësia apo besnikëria është një moral që nuk është thjesht moral i mirë dhe kaq, por është baza mbi të cilën ndërtohet besimi yt, o musliman. Është bazë me të cilën arrin të shpëtosh prej dënimit madhit Zot. Thot Allahu në Kur'an: "Qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar." Atë ditë kur dalim para Allahut, kjo ditë, thot, është dita që do t'ju bëj dobi sinqeritet, besimi, besnikëria dhe vërtetësia besimtarëve, ku do të shpërblehen me xhennetet e përhershme nga Allahu xhalla xhelaluhu. Me vërtetësi dhe besnikëri dallohet hipokriti nga besimtari. Njerëzit më të dobishëm janë ata që janë të vërtetët dhe besnikët në çdo kohë, në çdo vend dhe në çdo shoqëri. Allahu Dhul Xhelalu vëllezër e largon bereqetin nga ajo shoqëri e cila nuk ka vërtetësi dhe s'ka besnikëri. E largon bereqetin dhe begatinë e tij nga ajo familje që nuk bazohet në vërtetësi dhe çiltërsi. E largon bereqetin dhe begatinë e tij në atë marrëveshje tregtare që s'ka vërtetësi dhe s'ka besnikëri. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "El-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa." El-hadith. Thot dy palë, thot, në një tregti, thot, janë me vullnet të plot, të zgjedhin çka duan dhe të binë dakord për çka duan përderisa nuk janë nda. E nëse janë të vërtet, thot, në marrëveshjen e tyre dhe janë të çiltër dhe të qartë, Allahu ka për të zbrit bereqet mbi të. E nëse janë gënjeshtar dhe i fshehin sekretet dhe nuk janë të sinqertë dhe besnik, Allahu ka për ta ngret bereqetin dhe begatin nga ajo tregti. Vallahi, sikur çdo tregtar apo biznesmen ta kishte shkruajt i këtë porosi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në zyrën ku ai vepron, në zyrën ku ai punon. Njerëzit janë të ndryshëm në aspektin e vërtetësisë dhe besnikërisë. Prandaj o vëllezër dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu, imani i Ebu Bekrit nuk ishte si imani i njerëzve të tjerë, por se ishte më i rëndë tek Allahu Dhul Xhelal se sa e gjithë ummeti. Sidku, vërtetësia dhe gënjeshtra janë dy të kundërta, ashtu siç besimtari është e kundërta e hipokritit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: tre janë shenjat e hipokritit. Ndërto thot, kur flet thot, gënjen. Besimtari i vërtet përkrahet nga melajket. Besimtari i cili është i vërtet dhe besnik përkrahet nga melajket e Zotit, e ndërsa gënjeshtari përkrahet nga shejtanet. Thot Allahu në Kur'an: Hel unabbiukum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. At ju tregoj ju, thot, se ku zbresin shejtanet
zbresin dhe i përkrahin dhe i suportojnë ata të cilët janë gënjeshtar, të pavërtet, tradhtar. Në Musnedi Imam Ahmedit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: 4 gjëra nëse arrin ti fitosh në jetën tënde, mos ki gajle se çka të humb nga kjo dunja. Thot, e para thot është hifdhu amanetin, ruje amanetin. E dyta thot, kur të flasësh thot, ji fjalë drejt, ji vërtet në fjalë. E treta thot, bohu me morale të mira, dhe e katërta thot, mundohu që ushqimin që e han ti dhe familja jote të jetë halal. Nëse i ke këto të katërta, mos ki gajle se çka humb nga kjo dunja. Ibada ibn Samit radhiyallahu anhu thot pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam, kush mi siguron mua thot, kush mi siguron mua 6 gjëra thot, unë ja garantoj atij xhenetin e përhershëm. Dhe ka përmend të parën, usduqu idha huddithtum. Jini të vërtet sa herë që të flisni. Jini të vërtet në çdo situatë kur flisni. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porositur që edhe kur je duke bërë shaka hajgare me vëllezërit tuaj, ji i vërtet. Mos fol fjalë pa vërteta. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Wailul lilladhi yuhaddithu bil hadithi li yudhhika al qawm fayakdhibu wailul lahu." Mirë për atë i cili flet historia ngjarje në mënyrë që t'i bëjë me qesh njerëzit, ndërkohë ai flet fjalë pa vërteta. Ka ardhur një hadith tjetër ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur flet për vlerën e vërtetësisë, e besnikërisë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Nëse dëshironi që t'ju doj Allahu Dhul Xhelal dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur t'ju lihet një amanet, çojeni në vend. Kur t'ju jepet mundësia që të flisni me të vërtetë dhe silluni mirë me komshiun." Prandaj Allahu Dhul Xhelal o vëllezër, për këtë cilësi madhështore, na ka porositur në Kur'an duke thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." O ju të cilët keni besu, friksojeni të madhit Zot dhe jini me të drejtët, me të vërtetët, me besnikët. Kur zbriti ky ajet o vëllezër? Ky ajet kuranor zbriti në fundin e disa ajeteve kuranore që tregojnë për një ngjarje për 3 persona nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët u shndruan në simbolin e vërtetësisë, derisa Zoti subhanahu wa taala zbriti për ta Kur'an që lexohet deri në Kiamet. Subhanallah. Hilal, Ka'b ibn Malik dhe Hilali dhe Mirara, 3 persona që nuk prezantuan në luftën e betejën e Tebukut. Por kur erdhi koha që hipokritët justifikoheshin me gënjeshtra, këta zgjodhen që të jenë të vërtet dhe në atë situatë vështirë. Edhe pse për 50 ditë u bojkotuan nga pejgamberi i Zotit, nga muslimanë, nga njerëzit e afërt, por prap vendosen të bëjnë durim duke qenë në të vërtetën derisa Allahu Dhul Xhelal zbret ajete kuranore ku thotë që është pranuar pendimi dhe sinqeriteti dhe vërtetësia e këtyre njerëzve. Allahu na bof për të vërtetëve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Vërtetësia të çon gjithmonë për në mirësi dhe mirësia të çon në xhennetin e Allahut Dhul Xhelal. Dhe dikush prej besimtarëve vazhdon të jetë në jetën e tij i vërtet në fjalë dhe vepra derisa tek Allahu është shkruar prej të vërtetëve, prej siddiqinëve. E ndërsa e kundërta, gënjeshtari dhe gënjeshtra të çon në shkatrim dhe në humbje. Dhe humbja të çon në zjarrin e xhehenemit. Dhe vazhdon dikush thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ti bëhet ves dhe tradit dhe zakon gënjeshtra në jetën e tij derisa të shkruhet tek Allahu si gënjeshtar. Gënjeshtari ditën e gjykimit o vëllezër
do të jetë me fytyrë të nxirë, do të jetë në hijen e flamurit të mashtruesve, të mashtrimit, manipulimit. Thot Allahu në Kur'an: "Wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu 'ala Allahi wujuhuhum muswadda." E ditën e gjykimit thot, do t'i shohësh ata të cilët gënjyn, fytyrat e tyre të nxira, për shkak se kanë gënjyn raport me Allahun, për shkak se kanë gënjyn raport me pejgamberin e Zotit, i cili thot: "Men kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar." Kush gënjen qëllimisht, le t'i përgatis vetes ti një vend në zjarrin e xhehenemit. E ndërsa besimtarët e vërtet dhe besnik do t'jenë me fytyra të ndritura, thot Allahu në Kur'an: "Yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh." Atë ditë kur do të ketë fytyra të ndritura dhe fytyra të nxira, thot Abdullah ibn Abbasi: "Tabyaddu wujuhu ahli sunna wal itilaf wa taswaddu wujuhu ahli al-bid'ati wal ikhtilaf." Do të ndrisin, thot, fytyrat e ahlu sunnetit dhe ata që kanë qenë të bashku, dhe do të nxihen fytyrat e bidatit, të cilët kanë gënjur në fenë Allahut Dhul Jalal. Thot Allahu në Kur'an: "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayh." Ka prej besimtarëve njerëz që kanë qëndru besnik dhe të vërtet në premtimin me Allahun Dhul Jalal. Dhe ky ajet o vëllezër na kujton dëshmorët e Uhudit, na kujton Hamzan dhe vërtetësinë dhe besnikrinë e tij, na kujton Mus'ab ibn Umair, Anas ibn Nadr, të cilët jetuan besnik derisa shkuan tek Allahu xhalla xhelaluhu. Vërtetësia është grada e dytë pas pejgamberisë. Thot Allahu në Kur'an: "Wa man yuti'i Allaha war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin." Kush i bindet Allahut dhe dërguarit i tij, ai do të jetë në shoqërimin e pejgamberëve, të cilët i ka begatuar Allahu prej pejgamberëve dhe njerëzve të drejtë dhe besnik. Vërtetësia, ashtu siç duhet të jetë në fjalë, po ashtu duhet të jetë dhe në vepra dhe në qëllime. E kush është i tillë, dëshmon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të se është njeri fisnik. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin udulu." Ka për ta mbartë këtë dije, thot, prej çdo brezi, thot, njerëz, thot, besnik, të vërtet, të cilët e mbrojnë fenë Allahu subhanahu wa taala nga gënjeshtarët dhe nga ata që nuk e mbartin amanetin. Jetojmë në një kohë, nderuar vëllezër, ku konceptet mundohen të ndryshojnë, gënjeshtrën e emërtojnë si aftësi, artikulimi, të vërtetin e përbuzin, manipuluesin e lavdërojnë, derisa janë kurdis kurse dhe shkolla për mësimin e manipulimit dhe të mashtrimit. Nuk është egzagerim të them se rrjetet sociale sot shumë prej tyre po na paraqesin gjërat jo në realitetin e tyre, jo të vërteta, duke i përmbysur të vërtetat. Gënjeshtrat po i shesin si aftësi, haramet po i reklamojnë si emancipim dhe kulturë. Betejë të ndryshe mes të vërtetës dhe jo të vërtetës. Kjo është sprova e njerëzve të vërtet, besimtarve, për cilët Allahu thot në Kur'an: "Alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." A mos vallë mendut ju musliman që do t'i thoni vetes besimtar pa u sprovu? "Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." I kemi sprovu të tjerët përpara jush që kanë qenë burra, në mënyrë që Allahu të nxjerrë njerëzit e drejtë dhe besnik ndaj atyre që janë gënjeshtar. Vërtetësia është përputhshmëria e fjalëve me vepra në jetën tënde, mes të dukshmes dhe të brendshmes. Vërtetësi në fjalë, në vepra dhe në qëllime në jetën tënde. Ibn Qayyim, Allahu më shëroft, thot: "Themeli i besimit është vërtetësia. Themeli i hipokrizisë dhe munafiqllëkut është gënjeshtra, se cila lufton tjetrën." Vërtetësi në fjalë do më thonë të shprehurit drejt. Vërtetësi në vepra do thot të jenë në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vërtetësi në jetë do thot që të jenë të sinqerta për Allahun Dhul Jalal.
Prandaj dhe fjala e shahadetit, fjala e tauhidit nuk pranohet vetëm se me vërtetësi dhe me sinqeritet dhe çeltërsi. Thot Allahu në Kur'an: "Idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Kur munafiqët vinin dhe thonin që ne dëshmojmë se ti i dërguar i Zotit, por Allahu Dhul Jalal e dinte se në zemrat e tyre nuk qëndronte vërtetësia dhe sinqeriteti. Vërtetësia, ashtu si gjendet tek burrat besimtar, gjendet dhe tek gratë, tek motrat. Thot Allahu në Kur'an: "Mal Masihu ibn Maryam illa rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa." Mesihu, Isa, i biri Mariamës, nuk ishte gjë tjetër vetëm si i dërguar si të dërguarit para tij, dhe nëna e tij thot ishte siddiqa, ishte besnike, ishte e drejtë, e vërtetë dhe e ndershme. Të nderuar vëllezër, të vërtetët e parë të njerëzimit ishin pejgamberët e Zotit. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala i zgjodhi si ajka e njerëzimit për t'ja u treguar njerëzve rrugën e drejtë. Wa man asdaqu min Allahi qila? A ka lajmëtar më të vërtet se sa Allahu Dhul Jalal? Allahu thot për Ibrahimin: "Innahu kana siddiqan nabiyya." Ishte pejgamber i vërtet. Thot për Jakubin dhe Ishakun: "Innahu kana mukhlasa wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya." Dhe i bëm ata që ishin të vërtet në gjuhën e tyre kur flisnin. Thot për Musa alayhi salam: "Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya." Ishte i sinqert, i vërtet. Thot për Ismailin: "Innahu kana sadiqal wa'd." Kur e jepte premtimin ishte i vërtet, ishte besnik dhe i qëndronte. Thot për Idrisin: "Innahu kana siddiqan nabiyya." Ishte pejgamber i drejtë dhe i vërtet. Dhe modeli ynë më i mirë ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili dhe para shpalljes tij o vëllezër, nga kundërshtarët e tij kishte epitetin El Amin, i drejti, i vërteti, besniku. Kur Allahu Dhul Jalal i zbriti ajetin kuranor: "Wa anzir ashiratak al-aqrabin", paralajmëroi akraballëkun tënd, paralajmëroi njerëzit që të largohen nga idhujtaria, që ta besojnë Allahu Dhul Jalal. U ngjit mi kodrën e Safas dhe ju tha: "Ç'mendoni nëse do t'ju them se pas kësaj kodre ju pret një ushtri që do t'ju vërsulet? A do të më besonit?" Një zëri i drejtohen dhe i thon: "Ma jarrabna alayka illa sidqa." Gjithmonë sidq, vërtetësi kemi dëgjuar për fjalë për gjuhës tënde, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Modeli mirë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam o vëllezër është për tu marrë Abu Bekri radhiyallahu anhu, kur erdhen dhe i folën për ndodhin madhështore të Isras dhe Mi'rajit, të cilën e quajtën si gënjeshtër. Erdhe dhe i thanë: "Shiko se ç'po thot ai shoku yt." E pasi e dëgjoi tha Abu Bekri radhiyallahu anhu: "As-Siddiq, in kana qad qala faqad sadaq." Nëse e ka thonë Muhamedi, ka thonë të vërtetën, dhe mori epitetin As-Siddiq. A e dini ju se kur pati një zëng me Omerin radhiyallahu anhu dhe i kërkoi halallëk dhe nuk ja pranoi, dhe ndërkohë që pejgamberi i Zotit po qëndronte me një prej shokëve të tij, e shef nga larg Abu Bekrin, i cili kishte një hall, dhe i thot: "Amma sahibukum hadha faqad ghamar." E ka një hall, një siklet. E kur u afru tha: "O pejgamberi i Zotit," tha, "pata një zëng me Omerin, e i kërkova halallëku, po nuk ma pranoi. Fa aqbaltu ilejk." Subhanallah. Vetëm të kjo fjalë medito vëlla musliman. Fa aqbaltu ilejk. Erdha tek ti o pejgamberi i Zotit. Sa jemi ne supërtues dhe përkrahës të vëllezërve tjerë kur kanë hall, kur kanë siklet, kur kanë mos pajtime dhe zënka, apo jemi ne për atyre që u kthem shpinën. Fa aqbaltu ilejk. Erdha tek ti se Allahu të ka dërguar rahmeten lil alamin, të ka dërguar mëshirë për gjithë njerëzimin. Edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yaghfirullahu laka ya Aba Bakr." Allahu të falë të Abu Bekr 3 herë rresht. Në këtë moment vjen Omeri radhiyallahu anhu. Edhe i afrohet dhe i jep selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "O pejgamberi i Zotit, kështu ndodhi." Vjen Abu Bekri dhe ulet në gjuhin dhe i thot: "O pejgamberi i Zotit, un jam i padrejti në këtë rast." Pejgamberi, duke mos e kthyer kokën tek Abu Bekri, thot:
Kur më dërgoi Allahu Dhul Xhelal, thot, të gjithë ju, thot, më thatë gënjeshtar, ndërsa Ebu Bekri më tha i vërtet. A nuk po ma lini rahat Ebu Bekrin? A nuk po ma lini rahat Ebu Bekrin? Ishte Ebu Bekri, i drejti, i vërteti, model për të marë për gjithë muslimanët dhe për gjithë rinin tonë. Model dhe për të përmend ishin dhe shumë sahabë të tjerë, si Umar ibn al-Khattabi, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Mus'ab ibn Umair. Por për të mos ta zgjatur, për t'ju lënë radhën vëllezërve të mi hoxhallarëve të nderuam, e mjaftoj me kaq bisedën time. Allahu ju shpërbleft më të mira, edhe e lut Allahun që të më bëjnë dobi mu edhe ju këto fjalë që fola. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.